kam përmend shumë herë klinikën gjermane brenda emisionit Familja Jon. Gjithmonë kam thënë që syt duhet t'ja besojmë vetëm profesionistëve, atyre që e njohin mirë shëndetin e syve, atyre që janë të përditësuar, atyre që përdorin teknologjinë më inovative. Gjitha këto kritere i plotson vetëm një emër, është Klinika Gjermane e Syve. Klinikën gjermane e gjeni në magjistralin Prishtinë Ferizaj. E sot, bashkë me ekipin e Familja Jon, kemi ardhur me mësu informacione edhe më nga afër çka ofrojnë mjekët, pajisjet, shërbimet, çdo gjë tjetër që keni nevojë të dini rreth klinikës gjermane të syve. Hajdeni me mua. Unë shumë herë në emision e thamë që është vetëm një emër që i plotson këtë kriteret, qoftë për nga profesionalizmi i stafit, qoftë për nga pajisjet inovative. Edhe shikues shpesh ka nevojë me pa dhe nga afër ato se çka ofron klinika gjermane. Nuk e di sakt, po nëse s'ka bëjeni shumë gjatë në treg si klinik. Po, klinika gjermane e syrit u hap në qershor të vitit 2005, do thënë tani për mbi 20 vite që jemi hapur dhe i ofrojmë gjitha shërbimet e syve që kanë të bëjnë me diagnostikimin, trajtimin, intervenimet që bëhen në sy dhe ne jemi krenar që në këto mbi 20 vite kemi ofruar një shërbim besoj shumë cilësor në trajtimin e sëmundjeve të syrit. Po. Unë kur i përmeni ndonjëherë në emision, trajtimit e tha edhe vetë, trajtimi, diagnostikimin, unë gjithmonë tham edhe shërimin. Ka pacient, historitë të cilave kemi pa edhe në faqen e juaj, që e tregojnë historinë e suksesit të shërimit, të shumë problematikave që ndoshta gjatë i kanë njekur. Ne kemi patur fatin që prej fillimit të hapjes së klinikës kemi qenë të pajisur me aparatura shumë moderne, të cilët na kanë lehtësuar punën për së pari diagnostikimin e sëmundjeve të ndryshme të syrit, e pastaj kur diagnostikimi bëhet në mënyrë të saktë, atëherë edhe trajtimi është më i lehtë. Natyrisht kemi pasur edhe fatin që kemi patur dhe kemi ende ndihmën e mjekëve të cilët na vijnë nga Gjermania, të cilët po ashtu edhe na ndihmojnë edhe neve, edhe në trajtimin, edhe në mjekimin, në intervenimet, përveç atyre të cilët ne tani i kryem një kohë të gjatë këtu. Para se me dalë tek aparaturat të cilat janë inovative dhe janë gjithmonë teknologjia e dorës së fundit, do doja shumë të dija pacientët të cilët ata që janë të kahershëm veç se e din mjekët, oraret e çdo gjë tjetër, sa mjek janë në klinikën gjermane, çu funksionon ditëve të punës, ditëve të vikendit? Ne këtu jemi 4 mjekë të cilët punojmë. Do të thonë punojmë nga ora 8 deri në mbrëmje. Po ashtu kemi edhe një mjek, një profesor Shariotin, i cili vije ko pas kohë nga Gjermania, i cili po ashtu na ndihmon. Kemi një staf të mjaftueshëm edhe të infermierëve, edhe të stafit teknik, edhe të mirëmbajtësve të cilët kujdesen për këtë klinik, që për të ofruar një shërbim sa më të mirë për pacientët. Ditëve të vikendit? Ditëve të vikendit ne kemi punuar edhe gjatë ditëve të vikendit, mirë po ne jemi klinik ditore, prandaj edhe me qëllim të trajtimit edhe të stafit në mënyrë sa më të mirë, atëherë oraret e punës i kemi në ditët e javës. Do doja shumë të njoftoja shikues tanë edhe me klinikën, po edhe me pajisjet edhe teknologjinë e dorës së fundit, kështu që po shkojmë bashkë edhe te ajo pjesa ne, doktor Valvan. Këtu bëjmë pritjen e pacientëve ku bëhet regjistrimi dhe hyrja e pacientëve dhe pastaj fillon pjesa ku bëhen matjet e pacientit mund të ju. Kryesisht ajo që kam ka pëlqyer çdo herë, unë edhe si pacient e vjetër dhe printe me si pacient juaj, unë pëlqen që çdo pacient e ka orarin e vet. Edhe shumë rrallë mundesh me pa një ndërhyrje mes orareve, ka një respekt, ka një disiplinë të punës. Ne munduar nga fillimi që kemi shumë kujdes në këtë pjesë. Natyrisht i kemi pacientë të cilët caktojmë termin dhe mundohemi ta respektojmë në mënyrë shumë të saktë atë. I pranojmë të gjithë pacientët të cilët vinë pa termin dhe natyrisht edhe atyre mundohemi t'i gjejmë vendin absolutisht po dhe po ashtu t'i kryejmë shërbimin në mënyrë sa më të shpejtë, në mënyrë që edhe pacientët të mos kenë së pari kontakt, ta kenë një përvejatësi të vetëm, por edhe në aspektin mjekësor, bartja e infeksioneve edhe gjana tjera, prandaj gjithmonë jemi munduar që pacientit prej fillimit të pranimit këtu dhe deri në momentin kur
kryet krejt kontrollat të jetë në mënyrë sa më efikase ajo. Po. Natyrisht prej fillimit e kemi edhe sistemin kur e gjitha kjo shënohet nga momenti kur pacienti hyn në klinik, ne e kemi qasjen e orarit dhe të kohës që pacienti kalon këtu dhe mundohemi të jemi sa më ekspeditiv, sa më efikas. Me që e përmendën këta, të kthehemi vetëm një hap këtej dhe ta shohim dhe pritoren e keni shumë të madhe, edhe njerëz janë rahat edhe nëse familjarët i kanë me veti, edhe ata dëshirojnë gjithmonë i përcjellës, për shembull fëmija të moshuarit ka nevojë për dikë që i përcjell. Edhe për familjarët përcjellësit e tyre ka hapësirë të mjaftueshme. Po, besoj këtu kemi hapësirë të mjaftueshme, është një pjesë ku mund të qëndrojmë përcjellësit e pacientëve. Natyrisht gjatë kontrollës kemi dëshirë edhe një që të paktën një përcjellës të jetë brenda në dhomë. A me juve që ta ndëgjoj. Po, që ta ndëgjoj edhe përcjellësi udhëzimet të cilat i jep mjeku, ndërsa në pjesën tjetër mandej kemi pjesën ku e presim pacientët dhe po ashtu edhe... Po shkojmë bashkë edhe atje. Këtu jemi, doktor, të pjesa ku stafi, infermierët, çdo herë marrin, çdo pacient është obligative, domethënë matja dhe çfarë është kjo pjesa? Kjo është pjesa fillestare e ekzaminimeve të pacientit, ku bëjmë matjen e refraksionit dhe po ashtu matjen e tensionit të syrit. Të gjithë pacientët që të futen në klinik do të bëjmë këto dy matje, pasi janë bazike dhe po ashtu na duhen aty gjatë kontrollit pacientëve. Po, qofshin ata pacientë që vinë mas terapisë ose mas kontrolles, gjithmonë duhet. Njëherë kjo duhet bëhet. Duhet, sidomos pjesa e tensionit syrit, pasi është shumë e rëndësishme dhe mund të lëviz. Mund të mos kesh një kontroll më herët, ndërsa në kontrollin tjetër, edhe nëse është e pa, po mund të kesh rritje tensionit. Po, dhe kjo është obligative dhe çdo pacient kalon këtej për të pritur pastaj të dhomat e mjekut. A ti shohim edhe dhomat e mjekut? Shkojmë te dhoma jote. Po. Kjo është vetëm njëra prej dhomave të mjekut, e jotja konkretisht. Po, kjo është njëra prej dhomave ku i kryjmë ekzaminimet e pacientit. Po. Kjo aparatura që është, sepse na mundemi kur s'marrim vesh, na themi inovative, teknologjisë së fundit, gjithmonë është çdo herë më e përditësuar, çdo herë ndryshon, çdo herë në të mirë të trajtimit të smundjeve të syrit, apo? Unë kisha qekë se spari të smundjet e syve, të mjekët e syve ne jemi shumë të barur nga aparatura. Po. Prandaj kjo është një aparatur bazike që i duhet një mjeku të syve për ta ekzaminuar pacientin. Edhe pastaj këtu e kemi pjesën ku bëhet matja edhe përcaktimi i dioptrisë, është pjesa e biomikroskopit ku shikohet pjesët e syrit, natyrisht janë disa lupa me të cilët ekzaminohet pjesa e fundit të syrit, është pjesa ku bëhet matja e sërishme e tensionit të syrit nëse ka nevojë për matjen e sërishme dhe këto janë një aparatur bazike. Bazike që duhet secili natyrisht e kanë gjithë oftalmolog dhe kjo është një aparatur që i duhet patjetër, aty e kemi edhe një ultratingu, të cilën e kemi pastaj edhe në një dhomë tjetër, dhe këto janë një pjesë kontrolla e parë, diagnostikimi i parë nis këto, do të thonë pas matjeve që i tregojmë. Ata provojmë të shohim a kam ka ndru dioptria, a i ka mirë syzet, të shohim ku jemi, doktor Valbon, nuk e di, ka mujë që si kom shiku ma dioptrin, ndoshta edhe po shoh ma mirë. A ekziston kjo si teori, doktor Valbon, që kur i bën me rregull syzet, kur i bën kontrollat me rregull, mundet njëri me përmirësu dioptrinë, apo është mit në popull? Jo, është mit në popull, se mendojnë shumë njerëz që me mbajtjen e syzave përmirësohet gjendja. Syzat nuk mund ta përmirësojnë apo ta keqsojnë gjendjen. Syzat janë një mjet ndihmës me të cilën njeri ndihmohet që të shef më mirë. Por edhe parandalojnë rritjen e asaj, apo? Jo, edhe kjo është një mit. Edhe kjo është një mit. Edhe kjo është një mit. Dioptria te fëmijët, nëse ka dioptri të minusit, ajo me rritjen e trupit shkon, mundet me shku duke u rrit, po jo duke u zvoglu, ndërsa është e kundërta te dioptria e plusit. Te plusit duke u rrit, fëmija plusi do të zbret. Zbret. Pa marrë parasysh a i mbajti apo nuk i mbajti syzat. Mirë po te fëmijët është shumë e rëndësishme të mbahen syzat, për shkak se pamja është ende duke u zhvillu. Prandaj po nuk i mbajti syzat, atëherë syri do të mbetet që i themi ne dembel. Prandaj është shumë e rëndësishme të mbahen syzat. Ndonjëherë ne mjekët ndoshta mund ta keq përdorim atë që të thëmë që
rregullohet ose dobësohet ose Ndoshta për me lehtësu pak edhe pacientët se disa e përjetojnë pak më ranë kur e shohin ashtu po presim mirë po unë për vete gjithmonë i tregoj drejt që kjo nuk ndihmon në parandalim, mirë po shumë e rëndësishme me zhvillu pamjen që është jetësore, etike Kjo është. është kryesore. Unë shoh shumë mirë me syze. Edhe ajo është gjithmonë duhet pamja të matet me syza. Me syza. Ata që kanë nevojë me syza Unë kam duhet. pjesë të fjalisë këta me syza. Kështu që mund ta verifikoj me syza sa e keni pamjen, mund t'i vendosni syza. Me syze një herë po e provoj. Po me syza. Hajde. Dhe gjithmonë së pari njëri sy mund të ekzaminohet. Tret? Okej. Po edhe këtu i shifni, po. 34609. Ashtu, këtu. 40759. Shumë mirë. Këtu. Ta shtu e kem problemin. 34609. Ashtu, këtu. 37625. Shumë bukur. Edhe tani me dy sy, po ashtu i shifni edhe këtu. Po, 73290. Me këtë tregojmë që pamjen e keni 100% dhe pacienti nuk ka probleme me pamjen. Natyrisht ne mandej prap mund ta verifikojmë dioptrina, ka nevojë ndonjë ndryshim të vogël, a mund të mbrim ndonjë kvalitet më të mirë të pamjes. Mirë, po kjo është një prej testeve, po, që të orienton edhe për pacientin. Po, lirish mundesh me vazhdu. Sa muaj i rekomandoni pacientit të quajë? Pacientët varësisht edhe nga mosha, pacientët të cilët nuk kanë problemet, të cilët tash janë në moshën e rritur, nuk kanë ndonjë histori familjare trashëguese të ndonjë smundje, atëherë një në vit ose në 2 vite mjafton edhe për ta verifikuar gjendjen. E fëmijët? Fëmijët duhet më shpesh, sidomos fëmijët të cilët janë në fazën e rritjes, fëmijët të cilët janë deri në 8 vjeç, 10 vjeç, të cilët kanë nevojë për syzat, ata duhet të verifikohet më shpesh pamja. Sidomos nëse pamja nuk është në 100% të vlerës, atëherë duhet më shpesh, pasi edhe ndrimet mund të jenë më të shpeshta. Ati shohim edhe gjendjen. Patjetër. Këtu shikohen edhe infeksionet e mundshme. Po, këtu shikohen infeksionet, natyrisht shikohen pjesa e përparme dhe e pasme e syrit. Dhe këtu shohim që çdo gjë është në rregull, kjo është pjesa e përparme e syrit, dhe pastaj me ndihmën e një lupe, ne mund ta shohim edhe pjesën e pasme të syrit. Kjo është shumë e rëndësishme poshtu të kontrollohet. Për shkak të smundjeve të heshtura kryesisht që mund ta dëmtojnë. Mund ta dëmtojnë për shembull nervin optik apo retinën, apo të njerëzit të cilët kanë miopi mund të kenë probleme në pjesët periferike të retinës. Mirë, tash shiko lart, poshtë, djaltas, e djalta jote, majtas, shumë, edhe këtu është gjithçka në rregull. Kështu është një pacient i rregullt te klinika gjermane. Po, kështu është një pacient i prap drejt spari. Mirë shumë, tash lart, poshtë, djaltas, majtas. Mirë shumë. Normal që mirë, se jam paciente e disiplinuar e i marrë këshillat e mjekut. Kjo është një kontroll bazike, me cilën e shohim a ka pacienti probleme apo jo, dhe pastaj varësisht nga gjendja mund të udhëzojmë edhe për ekzaminime tjera. Që bëhen në pjesë tjera, shkojmë të shohim çka janë ekzaminime tjera, doktor Valbon? Pjesa e diagnostikimeve më të thella që i përmende. Për shembull, kjo për çfarë shërben, doktor Valbon? Kjo është një dhomë ku gjenden 2 pajisje me të cilat pastaj mund t'i bëjmë ekzaminime tjera. Po. Kjo është një fundus kamerë me të cilën mund ta fotografojmë fundin e syrit dhe po ashtu bëhet angiografia me fluoresin e fundit të syrit. Sidomos te smundjet e retinës, te diabeti dhe smundjet tjera, kjo është një Kjo aparaturë, doktor Valbon, rekomandohet të ata që vinë thotë unë jam me diabet, apo edhe kur dyshoni që ai se din që ka diabet dhe shpesh zbulohet diabeti përmes smundjeve që i diagnostikoni ju?
Kjo është një aparaturë plotësuese. Fillimi I diagnostikimit fillon qysh në dhomë atje. Po. Me lupa mund të shohim retina dhe mund të zgjanojmë bebzën e syrit dhe pastaj ta shohim edhe atje, ndërsa detajet mund t'i shohim këtu dhe natyrisht angiografia me fluoresim pastaj bëhet vetëm me ndihmën e aparaturës. Përveç për diagnostikim natyrisht këto duhen shumë edhe për dokumentim dhe për përcjellje të smundjes. Nëse kem ndryshime në retinë, atëherë ti e përshkruan me sy, mirë po tjetër është kur e ke edhe një dokumentim me fotografi, pastaj mund të krahason me gjendjen e mëparshme. Po dhe jo çdo pacienti nënshtrohet kësaj, vetëm ata që ata që kanë nevojë. Po, ndërkohë kjo aparatura tjetër? Kjo është një aparaturë tjetër e cila quhet OCT, me të cilën e bëjmë ekzaminimin e shtresave të retinës. Këto janë aparatura të cilat natyrisht në 10 vitet e fundit janë avancu. Më herët në fillim, kur e kemi hap klinikën, nuk kanë ekzistuar. Dhe po ashtu janë shumë të rëndësishme te përcjelljet e smundjeve të retinës, te diabeti dhe shumë e rëndësishme në përcjelljen e ndryshimeve në makullë, në qendrën e pamjes, prezencën e langut aty, sidomos te smundjet diabetik. Dhe është pjesë e domosdoshme e një klinike. Kjo aparaturë, doktor Valbon, shërben edhe për shembull të pacientët që I marrin injeksionet intravitreale. Ju përmes kësaj aparature përcjellni edhe ndryshimin, avancimin, përmirësimin, apo? Po, ashtu është. Për shkak se gjatë fotografimit këtu kemi vlera, shifra të cilët japin dhe mund ta përcjellim në mënyrë shumë të saktë ndryshimet pas injektimeve dhe ndryshimeve tjera. Po. Shkojmë edhe te kemi ende aparatura tjera të cilat shërbejnë për diagnostikim dhe jo vetëm. Dhe këtu, doktor Valbon, ne kemi aparaturën për? Kjo është një pajisje laserike, me të cilët bëhet laserimi I pjesës së pasme të syrit, të retinës, dhe shumë e rëndësishme te smurët diabetik. Diabetik, po. Kjo është një trajtim I domosdoshëm që në kohët moderne unë mendoj që harrohet shpesh që t'i referohet pacientëve diabetik, jo vetëm këtu, po edhe në shtetet e jashtme, pasi me zbulimin e injektimeve intravitreale, atëherë theksi është vendosur te injektimet, ndërsa pastaj shumë shpesh harrohet që pacientit t'i rekomandohet laserimi I pjesës së retinës, që është shumë e rëndësishme për parandalimin e komplikimeve. A është e dëmshme? Jo, nuk është e dëmshme. Nuk është. Absolutisht është procedurë e shkurtë, e shpejtë, e cila nuk kërkon mbyllje të syrit, pacienti menjëherë mund të kthehet punës së përditshme, prandaj edhe është shumë e thjeshtë. Te këta pacient ky përdoret në suaza, për shembull mujore, vjetore, si rekomandohet kjo? Te pacientët të cilët kanë nevojë, varësisht nga sa seanca kanë nevojë, atëherë dhe I rekomandohet. Te smurët diabetik që kanë ndryshime të mëdha, atëherë duhet të bëhen zakonisht 3-4 seanca në njërin sy. Brenda vitit. Ajo pastaj periudha sa shpesh përcaktohet nga mjeku. Varësisht prej gjendjes. E mira e trajtimeve laserike është se ky trajtim mbetet për tërë jetën aty. Trajtimi me injektimi zgjat efekti 4 javë, 6 javë dhe pastaj nuk ka efekt, ndërsa mbrojtja me laserim është e përjetshme. Natyrisht intervenimet laserike bëhen edhe te smundje tjera të retinës, sidomos te qarjet e retinës, te vrimat retinale për mos me ardhur te komplikime tjera, atëherë bëhet mbrojtja me laser fotokoagulim. Dhe shkon me njerë në punë shpe, funksional, lirshëm ditën ashtë si që ka planifikuar. Mundet me vazhdu, ndoshta atë ditë për shkak zgjerimit bebzës mundet mos të ketë mundësi të punoj, por të nesërmen mundet. Lirisht, po. Ndërkohë kjo është diçka e ngjashme apo diçka tjetër? Edhe kjo është një pajisje laserike, quhet jag laser, me ndihmën e të cilit e bëjmë eliminimin e kataraktës sekondare apo perdës së dytë. Në kohrat më të hershme, kur është lajmëruar katarakta sekondare, pacientët më të vjetër kanë mbajtur mend shumë pasi është dashur të hyjnë prapë në sallë operative për ta larguar. Tash jo, por ka vite me të cilët me zbulimin e aparaturës, kjo është procedurë shumë e shpejtë me të cilët eliminohet menjëherë katarakta sekondare apo perdja e dytë. Pa u hospitalizu, pa anestezian, pa dhimbje, dhe pacienti sheh. Përveç asaj natyrisht ka dhe funksione tjera, bëhet mbrojtja edhe nga tensioni I syrit, bëhet hapja në rastet kur kemi të bëjmë me glaukoma apo me tension me kan të mbyllur,
dhe me otë të përparme të ngushtë, bërt hapja e vrimave në iris, të ashtu quajturat iridotomi, dhe kjo pajisje laserike po ashtu e ka dhe funksionin e trabekuloplastikës laserike, me cilën bërë trajtimi i glaukomës. Te pacientët të cilët nuk kanë tension shumë të lartë dhe dëshirojnë të largohemi nga numri i madh i pikave që përdoren, atëherë bëhet trajtimi po ashtu laserik. Po, për këtë pajisje që na shpjegove, doktor Valban, pacienti nëse vi ju në sot në kontroll, edhe ju më rekomandoni që duhet me bo këtë ose atë, a duhet një përgatitje speciale paraprakisht, a mundet me aty për aty me krysi? Mundet aty për aty me u kry. Nuk ka nevojë një përgatitje, një medikament paraprak, ma herët e shtëpia? Jo, nuk ka nevojë. Se duhet shumë fleksibile. Nuk ka nevojë, prandaj edhe ato që thamë fillim, mundohemi t'ju ofrojmë një shërbim sa më të shpejt pacientit dhe në mënyrë që të mos maltretohet udhëtimet edhe gjitha këto në këtë kohë moderne ku koha është shumë e çmuar, por edhe që trafiku është i çmendur. Edhe trafiku, edhe përcjellsi pastaj duhet me marrë punë me gjitha këto, mundohemi që t'i kryejmë në mënyrë sa më. Po, kështu që çdo pacient munden shpesh, ka pacient që munden me ardhur, me bëni check-up edhe aty për aty me pa që ka një katarakt me intervenu pa katarakt sekondare. Sekondare, e kam fjalën, se për tjera do t'i kuptojmë edhe me tutje gjatë reportazhit. Kemi aparatura tjera që Po, kemi aparatura tjera për diagnostik të smundjeve tjera, mund të shkojmë tani. Po, të shkojmë edhe atje. Këto janë pajisje tjera, doktor Valban, për shembull te kjo mundesh me dalja ne që më na demonstru çka është kjo më saktësisht? Kjo është një pajisje me të cilat i bëjmë matjet biometrike të syrit, të cilat janë të domosdoshme për shembull te intervenimet e kataraktës, ku përcaktohet madhësia e boshtit, keratometria, përcaktohet thjerza me e cila do të implantohet brenda në sy. Prandaj është një pajisje që po ashtu jetike për një vendim që do të bëhet qoftë për intervenimin pastaj. Me këto e kemi më të saktë edhe përgjigjen edhe gatishmërinë e pacientit. Ashtu, këto janë automatike në kohrat më të hershme në mënyrë manuale, ndërsa tash natyrisht pajisjet i bëjnë matjet dhe japin në mënyrë automatike rezultate. Lehtësimi për profesionistët shëndetësor? Patjetër. Sinqerisht se ju bëni, unë kam pa edhe në rrjetet sociale dhe ju dhe doktora Frime dhe të gjithë stafi bëni vizita, trajnime, përditësime të mëdha shkencore dhe kjo besoj që ja u ka lehtësu edhe një urit që merr në jashtë vendit. Natyrisht gjithat janë të rëndësishme dhe po ashtu edhe stafi edhe ne si mjek pastaj duke punuar me aparatur i beson, kalibron sipas nevojave tua dhe natyrisht këtu te ne zakonisht i bëjnë stafi i infermierëve, të cilët janë të trajnuar dhe i bëjnë në mënyrë shumë precize dhe profesionale, natyrisht në mbikëqyrjen tonë. Absolutisht që po. Dhe gjitha këto matje nuk bën vetëm me një pajisje. Shumë shpesh përsëriten në disa pajisje në mënyrë që pastaj të krahasohen. Këtu i kemi për shembull dy pajisje tjera, të cilat i kemi edhe në fillim të matjeve atje, ku bëhet po ashtu matja refraksionit dhe disa matjeve tjera dhe po ashtu matja tensionit syrit. Jo, domosdoshmërisht çdo pacienti nënshtrohet krejt këtyre aparaturave. Secili pacient varësisht prej gjendjes e ka metodën diagnostikuese me aparaturën që rekomandohet prej juve, apo? Natyrisht, jo të gjitha aparaturat hyjnë pacientët, këto aparatura janë bazike, si thamë edhe në pjesën fillestare, prandaj nuk shfrytëzohen te gjithë pacientët, por kur ka ndonjë fluks më të madh atëherë ke dy pajisje, të cilat mund të shfrytëzosh njëkohësisht. Edhe këtu po ashtu e kemi disa pajisje tjera. Këtu e kemi një pajisje me të cilët bëhet matja e topografisë së sipërfaqes së syrit, apo topografisë së kornes, të shumë smundjet e keratokonusit, e smundje tjera. Është e domosdoshme, po ashtu edhe te intervenimet refraktive për largimin e dioptrisë. Njëjtë është e domosdoshme që ta kesh këtë pajisje. Të janë pajisje shumë të avancuar, janë të prodhuesit të njohur të quajtur Oculus, që njihet për precizitetin më të mirë dhe natyrisht besueshmërinë më të mirë të rezultateve. Po, kur e tha që jep edhe një siguri para në intervenimin këto pajisje, pacienti për shembull nëse unë vi sot e bëj njërin prej metodave diagnostikuese me këto pajisje, po vendosi që mas 6 muajve ose një viti i kam kushtet financiare me arë me bëj intervenimin që me keni rekomandu. Ripërsëritet kjo?
Apo është e besueshme për 6 muaj, 7 muaj si rezultat? Varësisht nga gjendja e pacientit, por të intervenimet Edhe një herë. gjithmonë përsëriten, Edhe një herë. duhet përsëriten të freskëta, pasi që nuk mund është të fut një pacient në intervenime disa rezultate të cilat Para janë 6 muajve. disa muaj të Bravo. vjetra. Mirë po të diagnostikimit e gjendjeve, natyrisht bëhet, diagnostikohet kur është gjendja në rregull, atë nëse vren ndryshime, kërkohet përsëritja. Përndryshe, natyrisht mundohesh gjithmonë që edhe pacientin ta kursesh sa më pak. Ato ekzistojnë protokollet me të cilët punon. Po, këto s'kanë rrezatime, kështu. Shumë pyetje me vend, nuk kanë asnjëra rrezatime. Janë gjitha fotografimet të cilat bëhen me burim të dritës, prandaj nuk ka ndonjë rrezatim. efekt ansor, për Absolutisht jo, mund të bëhen çdo. Se që t'ja hekim edhe këtë dertë pacientëve. Po. E kemi edhe një aparaturë të fundit. Edhe një pajisje tjetër, po ashtu është një topografi e kornes, e cila është e lidhur pastaj me pajisjen laserike e cila bën largimin e dioptrisë. Edhe kjo shërben edhe për diagnostik, por edhe për trajtim edhe për intervenimet laserike. Bën matjet e syrit këtu, të cilët pastaj transferohen në mënyrë direkte në sallë operative dhe bëhet largimi i dioptrisë. Kjo është njëra prej ekzaminimeve që kryen, siç thamë bën shumë ekzaminime para se të vendoset pacienti në intervenim. Do të bëhet ekzaminimi i pacientit, bëhet natyrisht matja e tensionit, bëhen matjet biometrike, matjet e topografisë kornes, ekzaminimi i fundit syrit, OCT-ja e fundit syrit dhe pasi ti kesh gjitha këto pajisje, pacienti futet në intervenime, përndryshe gjitha këto duhet kryer. Shpesh ka në popull, sidomos kur nuk kemi njohuri të shumta e marrim shembull dikon tjetër. Jo, për shtyp, nuk po shkoj te mjeku i syve se ti qesin pikat, nuk shka 2-3 orë me vëzit, nuk shka jo çdo kontroll, jo çdo vizit, jo çdo metodë diagnostikuese përdoren ato pikat e rritjes së bebzës që s'mundet me pa pacienti, apo? Po, pikat për zgjerimin e bebzës janë indikacionet kur përdoren te fëmijët e cilët përcaktohet dioptria, por edhe të rinj përdoren, duhet të përdoren, jo ndoshta në çdo kontroll. Te ekzaminimet e fundit të syrit, sidomos te diabetikët, natyrisht duhet të zgjerohet bebza dhe pastaj të shikohet. Gjithmonë janë indikacionet kur kërkohet për të zgjeruar bebzën për të pasur pamje më të mirë të pjesës së pasme të syrit. Po. Dhe kjo e lehtëson çat me rakën, se jo s'po shkoj jo çdo herë. Bëhet ajo, po edhe kur bëhet nuk zgjat për shkak se 2-3 orë çaj trubullsira ose... Po, varësisht prej pikave. Te pikat e cilët përdoren vetëm për ekzaminim, ato zgjasin disa orë, ndërsa pikat e cilët përdoren për përcaktim të dioptrisë mund të zgjasin deri në 24 orë. Deri në 24 orë, me marrë pushim a ditë. Po, a ditë mirët pushim. E gjetëm edhe një arsye që me marrë të lirë në punë. I kom qitë pikat e mjeku. Pasi nuk mund të shë në afërsi dhe ka të pamundshme të punoj, ose të shkojnë shkollë për shembull. Mos ta përdorin tash ata që më ndjekin si hile këto. Kemi edhe plot po, mund të shohim edhe një pajisje tjetër e cila po ashtu është me rëndësi. Këtu e kemi edhe një pajisje tjetër, me këtë pajisje bëhet ekzaminimi i fushës së pamjes. Domethënë pacienti edhe një njeri përveç pamjes së drejtë qendrore ka edhe pamjen ansore apo periferike dhe me këtë pajisje mund të verifikohet kjo pamje ansore. Sikur smart telefonat e mençur që ta qesin edhe onas shkret. A shohim edhe na ashtu? Ama pak. Mund të krahasohet me të, por kjo është shumë e rëndësishme te disa sëmundje tjera. Për shembull te sëmundja e tensionit syrit. Sëmundja e tensionit syrit, dëmtimin e pamjes e fillon nga pjesa periferike. Prandaj shumë e rëndësishme që të përcaktohet sa është dëmtimi i fushës së pamjes. Natyrisht me pajisje tjera atje mund të masim edhe ta diagnostikojmë edhe gjendjen e nervit optik, aty kur e patëm të një pajisje tjetër, por natyrisht është pjesë përbërëse. Përveç të tensioni i syve, shumë me rëndësi dhe të sëmundjet neurologjike, pasi nervi i syrit udhton nga syri gjerë në pjesën e trurit të vogël, kalon nëpër krejt pjesën e trurit, dhe të shumë çrregullime aty mund të diagnostikojmë dhe ta shohim ne së pari nëse ka ndonjë çrregullim, pasi manifestohet në rezultatet e fushës vizive. Kjo ka rrezatim? Edhe kjo nuk ka rrezatim. As kjo nuk ka rrezatim, se ka një depërtim të thellë pas ka deri tek... Jo, me kjo është bazohet puna e saj në një princip tjetër. Këto është një pajisje ku pacienti e vendos mjekrën
dhe pastaj lajmërohen disa pika Po? në pjesë të ndryshme dhe pacienti kur i shef ato e ka një buton me të cilën duhet ta shtyp. Domethënë është një pajisje edhe objektive por edhe subjektive. Okej. Pasi mbaret edhe nga bashkëpunimi i pacientit. pacientit. Mirë, po natyrisht kjo pajisje pastaj jep edhe rezultatin dhe na sugjeron nëse kemi patur rezultate Po. false pozitive, false negative. Po. Mirë, po të gjitha këto ekzaminime nuk janë të ndara nga kontrolla e pacientit. Në kontroll e mirë e një pacientit fillon prej atje të fillimit, nga ekzaminimi nga ana e mjekut, nga ekzaminimi i fundit syrit, pastaj mjeku i kërkon këto ekzaminime dhe të gjitha këto e plotësojnë njëra tjetrën. Edhe një pyetje te kjo aparaturë, çka nëse për arsye të ndryshme, qoftë për gjendjes pacientit, nuk bashkëpunon pacienti dhe nuk e shtyp butonin, ju mund ta dalloni vetë gjendjen edhe nëse ai s'bashkëpunon? Po, e dallojmë gjendjen, prandaj gjithmonë këtu ekziston një staf i cili edhe e sugjeron, e udhëzon pacientin, edhe e korrigjon. Natyrisht pastaj të rezultatet i mund t'i shohësh. Këto i sheh. Dhe natyrisht pastaj me ekzaminime tjera ti e shef a janë në përputhje me njëra tjetrën. Nëse një ekzaminim për shembull i nervit optik atje te pajisja e OCT-s ka dalë mirë, ndërsa këtu pacienti nuk ka bashkëpunuar, atëherë ti duhet si mjek e bën krahasimin edhe në dhomat e kur e ke kontrolluar nervin optik, edhe matjet për shembull kur i ke bërë te pajisja tjetër, fushën e vizive këtu kur e ke përcaktuar. Dhe gjitha këto e plotësojnë njëra tjetrën për të ardhur deri te një diagnostikim i sakt dhe natyrisht pastaj një trajtim. Një përcjellje e duhur dhe sakt, edhe po ashtu kjo që e përmendet shumë e rëndësishme, që pastaj edhe te përcjellja është me rëndësi. Që kur të përsëriten te smundjet që ka nevojë të përsëritet pas 3 muajve, 6 apo 1 viti, ti e shef edhe rrjedhën e sëmundjes. A ka është stopuar, a ka avancuar apo është tërhekur. Gjitha këto janë me përcjellje të drejtë dhe me këshillat të mjekut që i thash edhe më herët. Një pacient i disiplinuar, trajtimi i smundjes apo i problematikës është shumë më i lehtë si për pacientin, si për mjekun, se edhe mjeku e ka më të lehtë kur pacienti bashkëpunon. Po, natyrisht, përveç asaj edhe kur pacienti është edhe i informuar. Ne natyrisht mundohemi që sa më tepër edhe ta edukojmë pacientin. Tani nëpërmes të rrjeteve sociale dhe gjitha teknologjisë avancuar, i ka dhe anë të këqija, po i ka dhe anë të mira, pasi pacienti lexon më tepër dhe pastaj ti si profesionist e orienton dhe e sugjeron se cilët janë të sakta, cilët janë, duhet t'i japësh informacionet e sakta. Po. E di që klinika ka shumë hapësira, unë do doja, e di që po të presin pacienta me të liru edhe pjesën e sallave ta vazhdoj edhe me doktor Afrem Shabani. Faleminderit shumë. Ke shumë kënaqësi me kuptu më afër çdo pajisje, çdo aparaturë, e sidomos trajtimin e pacientëve që bëhet në mënyrë profesionale çdo herë në klinikën tuaj. Faleminderit juve që na jeni gjendur gjithmonë pranë. Gjithmonë, ma të besueshmit për mu keni qenë dhe të mbeteni doktor Valbon. Sala operative, mirë se erdhët doktor Afrem, ose mirë se erdha unë në pjesën tonë. Mirë se erdhët, mirë se ardhët si gjithmonë. Shumë faleminderit, shumë kënaqësi. Kjo pjesë është më sensitive, na me doktor Valbonin i pam pjesë komplet klinikës dhe diagnostikës, po këtu jemi te një pjesë tjetër, më e ndryshme. Kjo është pjesa ndoshta më e rëndësishme, po është pjesë senzitive dhe është pjesë e ndarë për pjesës konservative atje. Ndërkohë këtu nuk mundet me hyj gjithkush, edhe janë disa rregulla. Patjetër që nuk mundet me hyj çdokush, kjo është hyrja vetëm në mjekët dhe infermierët që vinë ka pjesë parasysh se hyrja e pacientit hyn këtë në hyrjen tjetër. Edhe dalja e pacientit është hyrja është tjetër, dalja është tjetër, që asnjëherë mos kemi kontakt me pacientin e radhës. Po, pas pjesës ku veshet mjeku, infermieri, stafi, kjo pjesë është komplet sterile dhe kjo është edhe vija e kuqe aty ku nuk mund të kalohet pa komplet pajisjen që duhet të hyjë dikush në sallën operative, gjithsesi kjo është pjesa fillestare ku spari kemi këto dhomat ku bëhet përdorur për sterilizim ose kemi gjithë ato mjetet që na vijnë neve që na ndihmojnë gjatë mjetet e vogla themi, ashtu që na duhen për gjatë operimit. Kjo po ndalemi me që jemi kështu, po ndalemi rend doktor Afrem.
Kjo është pjesa post-operative, po i thamë. Post-operative dhe Lirisht hajde këtu me mu që t'ja mirja realisht dhe me thonin që tek pjesa e oftalmove apo si çdo kënd botë është luftu që të kryet një operim dhe pacienti mos të ketë nevojë të hospitalizohet. Ose temi mos të flej asnjë natë në spital. Edhe me mënyrën e operimit që ne bëjmë sot, kjo është arrit. Ose çdo operim që ne e kryjmë, pacienti nuk ka nevojë të hospitalizohet post-operative. Pacienti shkon në shtëpi më njëherë. As disa ora. Kur kemi një pacient që ka nevojë që është i lodhur ose nëse është diçka që i vjen pak ose se është puna si pushimet mund të qëndrojë. Temi ashtu për një kohë shumë të shkurtë, temi një orë, 2, po më tepër s'ka nevojë asnjëherë. Nuk ka nevojë. Jo, nuk ka nevojë. Po për çdo rast është hapësira. Gjithsesi duhet hapësira të ekzistojë, nëse si klinik na duhet patjetër ta kemi këtë. Po e mira është domethënë që pas çdo operimi pacienti shkon në shtëpi. Dhe të gjitha këto operime nuk janë me anestezione që futet në gjëm pacienti? Jo, pacienti gjithmonë mënyrat operative të reja që ne aplikojmë është anestezionit të lokal. Do të bëhet me blok anestezian ose pacienti është zgjuar, domethënë mund të flet me neve të ankohen ose të vijmë bashkëpunimi i mjekut me pacientin gjithsesi duhet të ekzistojë. Ndryshe bëhet ose me pika ose me blok anestezian që bëhet që pacienti mos ketë mundësi ta lëvizë syrin. Po dhimbje nuk ndih. Asnjëherë. As para, as gjatë, as pas. Pacienti domethënë që ato operime domethënë nuk ka dhimbje. Kjo është lajmi më i mirë sepse është goxha pjesë e ndihshme syni. Patjetër se ne kemi përmendur shumë herë këtë pjesën e dhënies injeksioneve. Edhe kur tash pacienti pyet a dhem, realisht. Unë i them kështu. Përveç ideja se na po japim injeksionin në sy, ajo është ideja që pacienti frigohet se përndryshe nuk dhem, se pacienti është ka anestezion. Ftohta e ndjesinë ka kur kemi atë kontaktin e parë, por realisht është një procedurë pa dhimbje. Kur dim që na me çdo lloj anestezioni na operojmë edhe brendësinë e syrit, operojmë edhe retinën realisht me anestezion lokal. Po dhe nuk ndjen asgjë. Kjo është pjesa ku doktori po bëhet pastrimi, domethënë në sterilizimi edhe çdo punë që na e bëjmë para çdo operimi që futemi në sallë. Dhe janë 2 salla këto të cilat operojnë njëkohësisht. Po, kemi 2 salla që kanë qëllimet ose operimet ndryshme që bëhen në sallë. Po, atë fillojmë me këto sallën A. Atë do të fillojmë në sallën A, realisht domethënë është salla ku bëhen operimet kemi ato operimet më të ndjeshme të syrit, ose operimet më të komplikuar të syrit, ku bëhen operimet e retinës. Retina është një pjesë e syrit, dhe pjesa më e ndjeshme e syrit, është themi ashtu ajo pjesa, ajo ta kuptojnë në aspektin që bëhet pranimi i të pulmonit. Është një rrjetës, domethënë, një shtresë e syrit ku pranohen impulsit të pulmonit. Dhe grumbullohen te nervi optik dhe nga nervi optik dërgohen në tru. Tash ju të paramendoni që në çatë pjesë të syrit janë 2 milion fije nervore. E ne e operojmë çatë pjesë të syrit. Që është pjesa, tash është pjesa më e ndihshme dhe po kemi dëmtimin në atë pjesë atër humë të pulmonit. Kështu që kjo operim s'është themi ashtu parandos përpara nuk është menduar që mund të operohet, realisht tash operohet realisht. Po fal pajisjeve që keni. Aparaturave të reja dhe shkollimit edhe mundësive domethënë që i ofron klinika për me bëu këtë operacion. E përpara s'është tash për shumë klinika as nuk e mendojnë që ky operacion mund të kryhet në mënyrë lokale. Tash te ne bëhet në mënyrë lokale. Temi edhe si faktor që se kam çfarë pa përmend realisht se operimi i retinës është operimi i retinës për herë të parë është bërë në klinikën gjermane të syve. Nuk është bërë më herët. Është bërë në vitin 2005. 2005. Në 2005 na e operojmë retinën. Po. Ajo që kam lënë përshtypje, një oftalmolog, një mjek i syve, duhet ta ketë një kombinim shumë të mirë të trurit, të syve, të duarve dhe këmbës, sepse edhe me këmbë, edhe me pajisjet që komandohen përmes pedaleve që ka pajisja. Realisht nëse mund të futemi edhe këtu realisht, domethënë kjo është një aparat domethënë që është nga një kompani që quhet Alcon, që është kompania ndër më të mirat në botë për aparaturat e syrit. Realisht e mundson që kjo operim të bëhet në mënyrë themi ashtu të kombinuar, që të bëhet heqja perdes, në të kohë të bëhet edhe operimi i retinës. Ajo që the edhe më herët realisht
unë e tham shpesh e tham me shokën sende, na e kemi shtu, është sikur kur të mësohesh të vozësh një vetur. Po. Pastaj bëhet automatizëm realisht me të. Na do të jetë dija që ta kesh trurin realisht, që të kemi një shikim të qartë, patjetër një pamje binokulare që thonë ana, sepse na gjitha oprimet i kryjmë me mikroskop operativ, që na vjen të kemi në pamjen tridimensionale, e dyta është që na të punojmë me dy duart, punojmë gjithsesi me kamën e djathtë, po ndonjëherë për mikroskop na vjen edhe kama e majtë. Kështu them nganjëherë kur me shok kur jemi se kur dojmë të luajmë futboll, se thonë s'bën më dëmtu kërkon, por ashtu se mu vjen edhe dy duart edhe dy kamë. Se diçka mund të bësh për tenis s'ke mundësi pastaj. Po. Për arsye se punohet me dy duart, punohet me kamën e djathtë, punohet me kamën e majtë, në njëjtën kohë me dy sy tankoni në. Dhe krejt kjo në një pikë. Në një pikë shumë vogël, një organ shumë të vogël që unë e them edhe këto shpesh e them në fillim kur fillu të operohen, kur është mi fut në brendësi syt, edhe kit tupi më është dok që jam brenda diku shumë ngushtë, po më ngushton diku sepse hapësira është shumë e ngushtë. Dhe nuk lejon gabimet, të themi kështu, të kemi hapësi të gabojmë. Nuk lejon të gabohet asnjëherë të gabohet realisht, po tek syri posaçërisht për shkak të strukturave shumë të holla, shumë të afërta, shumë të vogla, një gabim shumë i vogël mund të jetë shumë i madh për. Nëse një tjep pasojë më të mëdha pastaj. Doktor Abrim, me doktor Valbonin kur i shikon i pam të gjitha aparaturat, pajisjet, ka plot aparatura që para sallës gjithsesi bëhet e pacienti para se të shtrihet këtë pacient. Tjetër zon, kjo tash që në bazë videos edhe shpjegimin që kemi bërë me doktor Valboni, keni po. Një pacient para se të vinë në sallë. Nuk hyn asnjëherë para se të ketë për çdo smundje në protokolle të caktuara çfarë matje duhet të bëjë ai pacient që të mund të vinë në sallë. Asnjëherë pacienti nuk ka mundësi të vinë në sallë pa protokolle. Na e çujmë para kontrollit realisht. Pra nuk kupton që është ajo pjesa kur bëhet ekzaminimet për operim. Pacienti nuk mund të, çdo pacient e ka falin e vet, ka të shumën në kompjuter, po e ka në mënyrë të një kështu hard copy, ka në letër. Të freskët. Domethënë që ka falin e vet e ka të shkruar. Se mund të sent na humb diçka në kompjuter, nuk na humb ai e shkruar. Çdo pacient e ka falin e vet, domethënë që me gjitha injizimet që janë jashtë, me gjitha matjet që neve duhet të inkorporojmë këto për me mujt me kryeni një pacient. Që pacienti pa kalu në për atë fazë nuk mund të hyjë. Nuk hyjë këto. Mund të pyet ndonjë pacient derisa na dëgjon, s'po du me një procedurën, s'po du me pa procedurën, po du me flajt. Pse duhet bashkëpunimi i pacientit? Çka të nevojitet ty pacienti me qenë të shumë? Shumë pyetje më për arsye se në kohën kur ne bëjmë operimin e kataraktës. Mundon njëherë më thon pacientit shikon më poshtë. Se shikon anën e djathtë. Shikon anën e majtë, për arsye se na vjen për me shku operimi ashtu siç duhet. Arsye për shkak se operimin e laserit për largimin e dioptrisë, pacienti na vjen gjysmë shtet i zgjuar. Nuk ka mundësi ta operojmë në sens të përgjithshëm. Në këtë sallë, domethënë operohen vetëm smundjet më operimet e retinës, operimin e kataraktës, injektimit intravitreale, po ndonjëherë kur kemi ashtu që na mund të kombinojmë, normalisht retina bëhet vetëm këtu. Po dhe kataraktat, injektimit intravitreale edhe pse mund ta kombinojmë edhe me sallën tjetër. Ndërkohë që te salla tjetër është edhe një ndër pajisjet më inovative që së fundmi ka ardhur në klinikën gjermane dhe që vetëm spitalet më të mëdha në botë e përdorin si teknologji. Po, këtu në njëjtën kohë kemi shfryzuar nëse specialist salla ka qenë e madhe, që mund të shfryzojmë edhe për operimet e kataraktës, injektimit intravitreale dhe intervenimet që i bëjmë për kapak, pjesë të operimit më të lehta të syri. Në njëjtën kohë kemi futur edhe ashtu aparaturën më të re me TENEOS për largimin e dioptrisë. Po, doktor, po ajde me mut lutem, vetëm që t'ja shpjegojmë edhe shikuesve të familja jonë. Këtë pajisje kam folë edhe unë në emision disa herë, edhe ndoshta për neve si qytetar nuk mundet me t'ingullu shumë se s'kemi njohuri. Patjetër. Por kjo na ndihmon shumë në shikimin tonë, sidomos ata të cilët dëshirojnë me largu syzet e të tjera. Ajo është, domethënë, specialisht nëse flasëm tash i kemi ndalje në dy anë. Operimet që kemi themi ashtu obligative të bëjmë kur kemi operimin e kataraktës, operimin e retinës, ato nuk janë operime themi ashtu luksi. Ato janë operimet e domosdoshme. Në krahasim me operimet e intervenimit laserike. Kto mund të futen në kuadër të intervenimit luksi. Pse them luksi? Edhe pse ndonjëherë disa rrethana thonë nuk është luks. E di që nuk është luks, por ne them në aspektin luks për arsye se ti mund të jetosh me syze. Domethënë se mund të shikosh me syze.
Po ideja është tash që ti, pacienti që nuk don të bëjë syze, pacienti që nga aspekti profesional i pengojnë syzat, pacienti që domethënë thotë unë kështu, thotë unë nuk mund të mbaj për arsye se lidhje, probleme punës, probleme saj, atëherë zgjidhja është intervenimit laserike. Pastaj jemi këtu përveç intervenimit laserike për largimin e dioptrisë që dini ju, që zakonisht ne i preferojmë për gjenatën e re, domethënë që dojnë ta jetojnë atë pjesën më të mirë të tyre pa syza, ata janë shumë mirë se ardhur që ne mund të zgjedhim problemin që e kanë realisht. Po le të kuptojmë që na përveç intervenimit laserike, në korrigjimin refraktiv i bojnë edhe me anë të thjerëzave multifokale. Që është një intervenim po ashtu shumë i avancuar, pse i avancuar? Arsye se edhe intervenimi i implantimi i thjerëzave multifokale bëhet përmes rrezëve të ultrazonit. Po nuk kemi prerje të kornes, nuk kemi prerje të syrit, nuk kemi qepje të syrit, po ashtu intervenimi bëhet vetëm në anestezion lokal, vetëm se në ato raste domethënë kemi implantimin e thjerëzave multifokale. Tash kemi të llojet më të reja të mundshme të thjerëzave multifokale që ne i përdorim në klinikë. Ato janë thjerëza të specializuara për çdo pacient. Ato janë të personalizuara. Nëse duan ta bëjë atë intervenim realisht, bëhen matjet e syve që kemi shpjeguar me doktor Valvorin aty jashtë, do të bëhet në disa aparate që duhet matet syri, që ne të dërgojmë në kompaninë përkatëse atje, që ata ta prodhojnë thjerëzën në bazë të parametrave të syrit të pacientit. Është thjerëzë personalizuar për atë pacient. Për sa kohë mundet një pacient për shembull vjen, i bën këtë matjen edhe për sa kohë i bëhet? Përpara ishte vonesa pak më e madhe, tash vonesa shumë e shkurtë, domethënë themi ashtu 10 ditë deri në 20-30 ditë më shumë, por realisht tash mundësia e sigurimit tyre është shumë më shpejt. Dhe këta e kanë këtë zgjidhje të përjetshme pastaj. Realisht kjo është zgjidhje e përjetshme. Për arsye se është largu thjerëza normale e syrit, dhe është zaventësuar një thjerëzë artificiale multifokale që jam mundëson të pamit afër dhe të pamit larg. Edhe të pamit në ndërmjet. Këta pacienta kanë nevojë me ripërcjell gjendjen e tyre, ndonjë se pacienti që bën një operacion do t'i bëj kontrollat e rregullta. Ai pacienti edhe çaj nuk është operuar duhet të bëj pas ndryshe këta, se patjetër realisht, domethënë që vetëm se dallimi që tash unë kam një numër shumë të madh pacientëve, ndoshta nga keq kuptimet që i marrin nga reklama të ndryshme ose shumë mënyra tjera, vjen pacienti që i ka për shembull një moshë masmo, mbi moshën 40 vjeç, edhe thotë unë veç du me laser me bëu realisht. Ideja se është fut në kokë laseri, po unë që ja shpjegoj domethënë, laseri mund të bëhet edhe mas moshës 40 vjeç. Nuk bëhet mas 50 vjeç, mas 60 vjeç. Po ekzistojnë kriteret pse nuk mund ta bësh laserin në atë moshë, dhe çka nuk përfiton ose çka përfiton ti me laserin. Kjo është domethënë se ai dalë po nikon kaç edhe po duhet ta bëj laserin, se më kanë thënë që po të duhet gjithmonë ja shpjegoj. Po mund të bësh laser. Po këto janë këto, u ka sekonditën këto më herët. Duhet pacienti të jetë informuar kur të vendosë të bëjë diçka. Pastaj se çështë syri është shumë i ndihshëm dhe pastaj mundësia e komplikimeve janë të mëdha që janë ndoshta edhe ndonjëherë të pasgjithshme. A ka raste kur trupi, organizmi nuk e pranon thjerëzën? Jo, thjerëza është ashtu është e prodhuar për të gjitha llojet. Se kjo është mit edhe në popull, ama pranon. Thjerëza pranohet nga syri, asnjëherë nuk ndodh mos më pranu. Ka mundësi komplikimesh, po jo pse se ka pranuar thjerëzën. Është komplikues për disa operime të tjera, po jo pse syri s'ta ka pranuar thjerëzën. Nuk ekziston, ajo është një mit që duam ta besojmë, por që nuk është e vërtetë. Edhe përfundet doja të dija sepse pacientët të cilët i nështruan intervenimeve të lehta, të rënda, se ka edhe të atilla që i kthehet gjendja që as nuk e ka paramenduar vetë pacienti, që kemi pa edhe raste që janë ndarë në faqen e juaj histori të ndryshme. Para se të futen këtu, ai shpjegohen edhe çka mundet me përfitu, po edhe çka nëse nuk patjetër, por nëse pacienti ka të shkruar që do të lexojë. Jo çdo herë ka ato që pret. Te pacienti çdo para operimit e ka, për çdo smundje, çdo operim ka të shtypuna dhe do të lexoj para intervenimit që të kuptoj përparësitë edhe nëse kemi mundësi komplikime ose mundësitë që ato duhet të nënshkruajnë fund. Po që nënshkruajnë na gjithmonë domethënë dim që çdo kund bot duhet të nënshkruhet para se të futet në operim. Doktor Afem, klinika gjermane mbi 20 vite, ju po ashtu karrierë. Tash i bënim 21. 21 vite, ju karrierë nuk e di saktë keni. 21. Edhe ti 21. Po të doja, e di që është shumë e vështirë me nda pacientin, historinë, rrëfi. Po ka ndonjë rast
që edhe kur e ke marrë vetë ke thonë nuk e dija ka me pas sukses këtë pacient edhe je shumë krenar që ja ke daj. Për fat mirë ka shumë. Fat mirë ka shumë që është një është ndjenë shumë e mirë. Është ndjenë shumë e mirë kur ty një pacient, qoftë edhe një fëmijë i vogël kur vjen edhe kur dele don të më të përqafë. Po kemi përveç fëmijëve që hajt ata kanë të dinë të përqafë, por kur ty një zoj ose një 80 vjeç zotëri, domethënë më shumë 90 vjeç ty pas se të dohet për te ta bën të përqafi se dhe në ndjem jetën shumë mirë që i ke shkaftu me pa ose domethënë e ka humbur shpresat që ndonjëherë ka me pa dhe e arrin atë që s'e ka menduar asnjëherë. Në kam rast për shembull kur ka ardhur ka qenë një zoj diku 90 vjeç edhe si ka hi ditën tjetër thotë po më përqafa dhe thotë kur me gëzuar s'kom pa që mujta mi pa mesat e mija edhe njëherë. Nëse ai ka një, po kur si ka pa? Çfarë ndjenjë është për shembull që ajo pas operimit ishe mesat e veta dhe edhe nëse vdes nesër nuk e di i pash që kam fytyra ose i kum dëgjuj i kum prek, po si kum pa qysh duken, domethënë që është një ndjenjë shumë e mirë. Po ashtu rastet që mundësia kur është që kanë thënë është keq kur e ndjen që dul që e diagnozë, për shembull vjen një pacient që ishte tash pacienti 28 vjeç me kollëdhimbje realisht, edhe pam që ka dyshime për të marrë në tru. Edhe bënëm një këto ekzaminime që kemi pa atje fushën fizikive, ekzaminime tjera në dërgum të bëjë rezonancën magnetike dhe pam që aty mjeku i shqyri a zbuloni të marrë në tru. Që po më thret pastaj edhe po falenderoj që e kam pa ai falenderim që se një vetëm mirë se te po është ideja që falenderoj në aspektin që mirë që zbulon tash. U gjetë realisht kjo është. Kjo ta mundson këtë këto pajisje, këtë kjo aparatura, këtë kjo kontroll e thellë ta mundson që pacientit shpesh mja diagnostikuar edhe diabetin që nuk e ka ditë që e ka. Këto hipertensionin, tumorët e ndryshme realisht edhe pak më herët ishte një pacienti që pata tash janë disa tumore që nuk trajtohen në Kosovë dhe duhet dërgohen në jashtë vendit. Edhe mjeku që është taku atje bori saj më tha keni falënderim shumë të madh për mjekut për atje që u arrit më zbulu në qëtë fasë, që është një sen shumë i mirë, se mund të trajtohet në mënyrë më konservative se sa të futet, të largohet komplet syri ose diçka. E mira në klinikën gjermane të syve është që mbasa sa aparaturat e ekzistojnë, të na pacienti është vështirë me dalë pa diagnozë. Pa diagnoze, pa trajtime, pa... Na po thëmë mas paret po pa diagnozë, pastaj trajtimi se po, por pacientit nuk shpëton pa diagnozë. Përveç në të rastu kur na vijnë neve që duhet dërgohet për një rezonancë magnetike ose për një konsultim me endokrinologun për me mujtë më orë përfundim për rastet që janë matralla, për ndryshe, për rastet tjera, pacienti këtu gjithmonë del me një diagnozë. E di që është shumë private, po a ke pas rast familjar tonin kur dash me shtin sallë? Patjetër, nona ime është operu këtu. Edhe ndjesia? Se thuhet që familjarin mjekun nuk ka qef me trajtu. Është emocional më shumë. Se po, patjetër që po, vetëm se familjar tjerë, por realisht. Nona është pjesë më e ndihshme, s'ka si nona. Doktor Afrim, të gjitha këto ka një rregull, ka një etikë pune këto që mu vlen përshtypje shumë te klinika gjermane, që në s'ka pritje të gjata, në ndë respektohet edhe diagnoza, edhe kontrolla pacientit, edhe nëse ai ka neglizhuar, ju prapë rishikoni. Sepse ka pacient që neglizhohen për arsye të ndryshme kontrollat. Patjetër, realisht po, na mundohemi gjithmonë që mos të ketë pritje, edhe pse ndonjëherë mund të ndodhë që të ketë pritje realisht për shkak që vijnë. Se po, por ndryshe, domethënë mundohemi që të bëjmë më të mirën që është të mundshme për pacientin. Po ashtu tash edhe përvoja jonë që është bëhu për ka shkot gjatë, domethënë na ka leju këtë komoditet që me pacientin të jemi shumë më të afërt edhe mundohemi t'ia shpjegojmë çdo detaj të problemit që e ka. Që pacienti ta kuptojë se çfarë po nështrohet, çka ka me bërë. Si po. Një pyetje të fundit, me siguri edhe shikues na thonë, pse doktor Afrimi dhe doktor Valboni njëri tjetrit s'ka heqën syzat? Çka kemi thënë ti? Tudë se vonë edhe Valboni kemi thënë shumë herë, domethënë jemi minus dioptri, që do të jemi miop. Që na shohim shumë mirë afër pas syze. Po. Që mund të operoj, mund të operoj pas syze. Që po të bëjmë, domethënë tash mas moshës 40 vjeç për atë që tash për laser. Ta largoj minusin, pastaj do të shoh shumë mirë larg, po do të më duhet të bëj syza për afër, që do të pengonte në hyrjen e operimit pas syze. Kjo është arsyeja. Është një nga arsye, po arsyeja është laseri është për ata persona që nuk dojnë me bëj syze. Po. Aty është ide. Ju doni me bëj syze. Rrit edhe
Gjithë vetën e njoh me syza, kështu që... Po e njoh vetën me syza, dhe unë po pëlqej vetja me syza, kështu që nuk du me bëha atë intervenim, po kur si dihet tjetër. Po, ja që kam. Doktora Fremond, falenderoj shumë çdo herë që i gatshëm me u përgjigj pyetjeve tona dhe me informu audiencën Patjetër, në çdo kohë. me profesionalizmin tënd. Faleminderit shumë. Mirësi. Dashur miq, nga salla ku klinika gjermane çdo ditë ka pacient të moshave të ndryshme, fëmijë të moshuar, mes mosha, që kanë intervenime të ndryshme, që ju ndryshon jeta për së mirë. E tha dhe doktora Frimi, një loke, një gjyshe, që e ka ndje aromën dashnin e nipave dhe mbesave, dhe që pas një intervenimi në klinikën gjermane ka arrit edhe t'i shoh. T'i prek nga afër, t'i shoh, t'ja u shoh syt, t'ja u shoh fytyrën, ta ndjej dashurinë e tyre edhe përmes shikimit të tyre. Ku ka më mirë se të shohim pastër e mirë, e ku ka më mirë që të kemi ku të orientohemi, e të kemi ku të besojmë në profesionalizëm dhe në teknologjinë të avancuar si që është klinika gjermane. Ne po kthehemi në studio me materiale tjera, e kret juve që keni nevojë për një check-up nga më e thjeshta. Po nisi në Instagram dhe Facebook e kërkoni me klinika gjermane e syrit dhe për çdo informat, termin, takime me mjekun, çdo gjë tjetër, kontaktoni përmes faqeve të tyre.